ai tha s'digje për këtë projekt. Ti drejtoj thirrjet e mia unë, siç i mendoj unë dhe ku besoj unë se mund të na ndihmojnë, dhe pastaj vazhdojmë tutje. I bëj thirrje thash, atëre, i bëj thirrje shtetit amerikan. Një. I bëj thirrje ambasadorit gjerman, ambasadorit turk. Po turku që ambasadorit do të them. Unë di që them dhe e mendoj mirë se çfarë them. Nuk është se kam dyshimet tek ajo që thoni, po për ta shpjeguar për publikun pse Turqia. Do ta them, i bëj thirrje ambasadorit austriak. Ata duket sikur janë larguar çik Austro-Hungaria e parë në raport me ne, po. Jo, nuk janë larguar, jo. Austria se Hungaria... Dakor, të mora perëndorinë, e kanë fjalën... Pra i bëj thirrje presidentit turk Erdogan të bëj atë deklaratë që bëri Tansu Çiller në 1997. Dhe të thotë grekëve dhe çifutëve largohuni nga Shqipëria dhe të na dalë në mbrojtje. I bëj thirrje shtetit amerikan që të na dalë në mbrojtje. Se shko blej tokë në Amerikë. Blej tokë. As kush nuk blen do të tokë në Amerikë. As shtetasit amerikan tokë nuk blen do të. Toka është ati është shtetit. Ndërsa në Shqipëri vinë gangster, bandit në pushtet, të ushqyer dhe të financuar nga armiqt më shekullor dhe më të egër të Shqipërisë që janë serbët, grekët dhe çifutët, dhe bëjnë çfarë duan ata. Dhe shqiptarët deri tani kanë ndonjur squk. Unë ju bëj thirrje atyre shqiptarëve që janë në diasporë. Atyre shqiptarëve që ndoshta ju kanë mbetur çik gjak shqiptari. U bëj thirrje atyre shqiptarëve që janë në Greqi që kanë marrë kartë identiteti homogjen grek. T'i hedhin në kosh të plerave ato karta dhe të mos shesin gjakun e të parëve të tyre, se janë shpërbër. Dhe të vinë dhe t'i dalin zot vendit, t'i dalin zot trojeve shqiptare, t'i dalin zot Shqipërisë. Shqipëria sot përsëris është në ditën më të zgjedhur të thaj. Nuk do pushojmë, ta din, dhe po ua them pas fare dhe qartësisht. Po erdhën çifut në Zvërnet do marrë armët. Do marrë armët. Dhe po ju kujtoj shqiptarëve këngën se mjaft në robëri o e mjera Shqipëri. O djem edhe të tjera t'i din vetë. Avokat, po ne kemi marrëdhënie të mira me ata, sepse edhe raporti pas lutjes dy botërore, edhe ndihma, siç thon institucionet, për armatime, për sigurinë kibernetike, dhe në fundit mos është e nxitur ky konflikt, avokat, po ngulmoj edhe një herë ndoshta. Kush kur thua ne kush? Kanë fjalën shqiptare, Shqipëria. Jo, zotëri, jo Shqipëria. Jo, klika e shitur e Diramës. Klika antikombëtare e Diramës, klika tradhtare e Diramës, atë mbrojnë ata, atë mbështesin, dhe prandaj qëndron akoma në fuqi ai Pizeveng. Prandaj këta deputet të shitur, të pa cipe, të pa fytyrë, nuk ndihen para këtij krimit monstruoz që po i bëhet popullit dhe kombit shqiptar. Ndaj unë u bëj thirrje të gjithë miqve tanë kudo që janë, pra austriak, gjerman, turk dhe amerikan, se vetëm këta kemi miqe që na mbështetin, të vinë të na mbrojnë. Ne janë miq me të vërtetë, se të di një gjë, dhe që e dini shumë mirë shteti turk që këtu lufta nuk bëhet për toka dhe për Gorica Peka, po bëhet kundër banorëve autokton shqiptar me fe muslimane. Bëhet dhe mashtrojnë qeveritarët tanë, duke na thënë që ne do na mbështesi Greqia për të mbajtur në Evropë. Cila Greqi do të mbështesi more mashtrusa të pa fytyrë. Po kë gënjeni more. Ora gënjeni ata që janë klasë parë, po jo mua. Greqia të bëngrop në këtë moment. Mos gabuat që futet edhe në kontekst fetar, që përfshit e fen këtu muslimanët. Absolutisht, jo, s'kam gabuar fare, do të argumentoj atë këtë. Do të argumentoj. Shikoni me vëmendje. U fut Bullgaria në Bashkimin Evropian. U fut Kroacia,
Slovenia, e tjera. Ka mbetur jashtë Bashkimit Evropian, shtete me kombësi muslimane. Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoni, Turqi. Rastësisht që Turqia ka 16 vjet që kërkon të hyjë në Bashkimin Evropian dhe ata nuk e pranojnë. Jo zotëri, nuk është rastësi. Është politikë e mirëfillt e klubit të krishterë grek që u tha Mir Ismail Kadarea. Pra e argumentojnë atë që them, nuk e them kot. Nuk është tek ajo, po për ta shpjeguar. Prandaj bisire edhe presidentit Erdogan, që dalë sot Shqipëri si që doli Tansut Çileri në 1997, që e mori se erdi Mishtjade Verti, kryetari Partisë Demokracia e Re në Greqi, erdi u fut në dropull edhe me ushtarë. Dhe tha ktheu shpejt, tha se për 4 orë jemi në Athinë. Këtë i kërkoi presidentit Erdogan nëpërmjet ambasadorit të këtu. Këtë i kërkoi ambasadorit gjerman dhe ambasadorit austriak. Të dalin sot Shqipëri se është në rrezik. Avokat, e harruat qëllimisht apo e lat me vedije? Itali nuk i bë thirrje. Dëgjoj, Italia ka një politikë që nuk është 100%